E moshuara paguan udhëtimin e ëndrave në Kroçer, gjendet e vdekur pasi e kishin harruar nishull. Udhëtimi i ëndrave për një 80 vjeçare australiane u kthye në tragjedi, pasi ajo humbi jetën në ishullin Lizard, një destinacion i popularizuar në brigjet e Queenslandit në Australi. Sipas raporteve të mediave të huaja, e moshuara është rrëzuar nga një shkëmb ku po tentonte të kthehej për t'hipur në Kroçere, me të cilën po udhëtonte pas një ekskursioni në ishull. Gruaja ishte pjesë e një grupi që po merrte pjesë në një tur 6 ditor rreth Australisë me një Kroçer që ishte një paketë udhëtimi që kushtonte $80,000. Ajo kishte zbritur së bashku me pjesën tjetër të grupit në ishullin Lizard. Por ndërsa të tjerët po ktheheshin në Kroçer, ajo nuk u paraqit në kohë, duke i hapur rrugën tragjedisë. Ania u nis pa të dhe më vonë u zbulua se ajo nuk kishte arritur të kthehej në kohë. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethana e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë e stafit të Kroçerës, që duket se kanë harruar pasagjerin e humbur dhe nuk kanë realizuar mungesën e saj deri në momentin kur Ania ishte larguar. Dëshmitarët dhe hetuesit besojnë se gruaja ka tentuar të ngjitej në majën më të lartë të ishullit Lizard, aty ku është rrëzuar, duke shkaktuar tragjedinë që ka tronditur familjen dhe grupin e udhëtarëve. Hetimet janë ende në vazhdim për të zbuluar më shumë detaje dhe për të siguruar se çdo përgjegjësi do të merret për këtë ngjarje fatale.